Skena e teatrit Andon Zako Çajupi në Korç mirëpriti koncertin nga Rossini tek Puccini, një mbrëmje artistike që solli për publikun korçar magjinë e operës italiane dhe kryeveprat e saj më të njohura. Koncerti u konceptua si një udhëtim muzikor në historinë e operës, duke përfshirë pjesë të përzgjedhura nga kompozitorët më të mëdhenj italian, interpretimet e artistëve përcollon emocione të veçanta dhe rikthyen atmosferën e epokës së artë të muzikës klasike. Në skenë u ngjitën tenori italian Francesco Cortese, basi Hector Leca, sopranot Ester Troja dhe Gledi Argilla, të cilët sollën performanca të vlerësuara nga publiku. Artistët u shoqëruan në piano nga Nicolin Calo, duke krijuar një harmoni të veçantë mes zërave dhe interpretimit instrumental. Ishte kënaqësia ime pasi ishte një ide që kisha para disa vitesh, kisha propozuar dhe u realizua, tashti arrita ta realizoj duke bërë dhe një binjakëzim me artistët e këtushëm, se nuk desha të vija vetëm unë nga Italia me miqtë e mi, solla një kolegun tim, po desha dhe shoqër pata dy vajzat mrekullueshme dhe një pianist, po gjithashtu të mirë. Edhe ishte një mbrëmje besoj e bukur nga Duart Orkidjet. Ishin shumë të kënaqur dhe ne. Sono davvero onorato di aver. Jam i nderuar që ngjitëm në skenën e këtij teatri. Publiku ishte i mrekullueshëm, mori pjesë në çdo arje. E njihte veprën dhe kjo më gëzoi. Nuk e prisja gjithë këtë pjesëmarrje. Përgjatë gjithë koncertit, publiku ndoqi me interes interpretimet, duke duar trokitur artistët pas çdo pjese të ekzekutuar.